Vllaznia Partizani në futboll për femra mbyllet me rezultatin 3-0 në favor të Vllaznisë. Ne tani Kuçiblu Ligurin Lega, profesor urime për fitore. Faleminderit bash. Një kundërshtar direkt pjesë e 4 finaliste. Një partneshi u konsiderua një sfidë e vështirë. Siç e thallë ti, ishte një ndeshje me një ndër 4 ekipet që janë në Final Four, sepse dihen 4 që kushton Final Four, dhe ishte një ndeshje që dominoi ekipi jon, nuk i la me hapësirë ekipit kundërshtar, u do të shënoshin edhe më tepër gola, por gjithsesi në përgjithësi jam i kënaqur me veprimet e vajzave, me qarkullimin e topit, daljet nga krahat, por finalizimi mbetet prap për të dyshiruar, por gjithsesi jam i kënaqur se 3-0 me ekipin e Partizanit nuk është diçka e keqe. Vllaznia po shkon me sukses drejt fazës finale? Po, pa diskutim që përveç se i marrin çdo ndeshje me radhë, por gjithmonë e kena dhe atë objektivin për në fazën finale, për në Final Four, që të paraqiten sa më mirë dhe të shkojmë drejt objektivit tonë ku kena fitimin e titullit. Ndeshja radhës për ekipin Kuçiblu? Atëherë për momentin 2 javë do të jenë pushim sepse grumullohet ekipi kombëtar. Dhe pastaj kemi me ekipin e Laçit, një ekip relativisht fundi tabelës, kështu që mandena ndeshjet tjera në vazhdim, por gjithsesi thash, do të përgatitena vazhdimisht ndeshjen radhës, por gjithmonë duke shikuar për më larg te Final Four. Vllaznia vazhdon të jetë kryesuese e kampionatit, por në kampionat ka pasur edhe ngjarje të veçanta, sidomos në sfidën Apolonia Gramsci. Cili është komenti juaj se media sportive po flet shumë? Atëherë janë disa ngjarje që nuk i takojnë futbollit, aq më tepër futbollit femrave, por gjithsesi do t'ja lëmë Komisionit Disiplinës me arrën më të punë. E rëndësishme që na shohim gjithmonë përveç lojë që i bëjmë, përveç veprimeve ashtu, shohim edhe fair play që kena si ekip. Kështu që për ekipet tjera nuk di çfarë të them, do t'ja lëm Komisionit Disiplinës me arrën më të punë, por nuk është një ngjarje që është e këndshme për futbollin, aq më tepër për futbollin e femrave. Dhe në këtë ndërshërim me Vllaznia edhe pse ka pasur jo pa kontestime në ndeshje të ndryshme dhe konkretisht edhe me Gramshin, ka qenë në një mënyrë korrekte, nuk është përfshirë në të tilla incidente. Pa diskutim që Vllaznia thashë më përpara përveç punë që i bëjmë me vajzat në fushën në tapetin e gjelbërt, bëjmë edhe për në fund të fundit në ekip, jena Shkodra, jena Vllaznia dhe kena kulturën tonë, kena edukatin tonë, që ne nuk mund bim prej provokimit kundërshtarëve, ne shohim punën tonë gjithmonë. Vajzat janë të edukuar në atë mënyrë, janë edhe profesionistë që mos të merren me veprimet që mund bëjnë ekipet kundërshtarë. Edhe sa javë ka kampionat dhe cilin shikoni si ndeshjen me të vështirë? Atëherë mas ndeshjes me Laçin është ndeshja me Firin që e kemi këtu në Shkodër dhe do t'i japim vlerësimin e duhur edhe se ndeshje. Suksese profesor. Faleminderit.